E personat, sepse shpesh koronarografia kërkohet për përgjigje më të saktë një dyshimi që nashta nuk e kena marrë një diagnozë. A ka indikacione që për një kohë të caktuar ditë ose javë pacienti me ndryshu diçka, se dhe ajo është një lloj intervenimi, edhe aty punohet. Koronografia është metodë diagnostike e para që vendos sakt se cili është problemi i arterëve koronare. A ka problema jo? Dhe nëse ka, cila shkalla është e smundjes së tyre. Kurse a duhet të ndrojnë? Jo. A ditë që vendoset të bëhet, nuk duhet të ushqehet pacientit para intervenimit, të më thonë dhe në 6 orë, kur gjë tjetër. Nuk ka në... Në qoftë se metoda bëhet radial, që i thojmë në përmes dorës, ai pacienti mas 2 orës shkon në shtëpi, në qoftë se bëhet femoral përmes këmbës, mas 5-6 orë, në qoftë se ka shku gjithçka mirë shkon. Shumica këta pacientëve edhe stentimin sot në botë pikërisht e kanë për shkak të kostos, jo për diçka tjetër, pra sepse jashtë paguhet shumë hospitalizimi i pacientëve dhe ata mundohen sa më pak parë me jep prej sigurimeve, kështu që pacientat që të stentojnë në mënyrë elektive, që i thojmë natë, planifikuar që ka në intervenim e bëjmë, brenda ditën se shkon gjithçka mirë, shkon shpejt. Dhe kjo është e mira që. Domethënë imagjino një operacion i hapur që merr me javë, me muaj, derisa të rehabilitohet, kjo është brenda ditës, ai nesrit është një person i shëndosh komplet. I përmendet që bëhet ose koronarografia ose prej dorës ose prej kamës, pse vendoset qysh? Pse vendoset prej ose asaj? Po. Rekomandimet janë që gjithmonë mu bëhet prej dorës. Arsyeja pse nuk bëhet prej dorës është vetëm kur mungon eksperienca e mjekut që e bën. Kjo është arsyeja kryesore, që është nëpër guideline në ato urdhërfyes tonë që na tregojnë, pra nëse sepse pejkamës është përgjithësi pak më lehtë për mjekun. Ma lehtë shkohet, po. Dhe pse është artere më e madhe dhe është më lehtë me depërtu. Mirë, po komplikimet pas operatore janë shumë më të mëdha përmes këmbës. Për këtë arsye nuk është sepse ka mundësi me pas gjakderdhje, me bë pseudoanorizma. Mirë, po prej dorës jo gjithmonë është e mundshme. Ka njerëz që nuk kanë artere të mira të durve, ka problem puls, është problemi me gjetë mas parë arterën dhe pas problem me kalu, sepse në arterë më të ngushta ato gypat nuk janë shumë të hollë dhe disa pacientë kanë problem, pastaj duhet të provojnë alternativa tjera. Pra, gjithmonë qasja e parë që i thojmë na first success duhet me qenë radial. Vetëm në qoftë se kjo nuk është e mundur, duhet me shku dika tjetër. Okej. Kjo vendoset aty në sallë prej gjendjes zakonisht planifikohet edhe përpara, po gjithçka mundet me ndru, trajtimi brenda sallës bëhet ose pe dorë, ose pe kam, ose pe kraut, ose çdo qasje kryesore duhet me kry punën. Janë disa qasje që bëhen dora djathtë, dora majt, këma djathtë, këma majt, krau djathtë, krau majt, po patjetër duhet me gjetë një qasje. Problemi është kur nuk gjendet asnjë qasje që është rrallë ose gati e pamundur, sepse duhet me gjetë doktori një qasje që më shkon në arteri.